iniciova unë të procedurën, në fakt duhet ishte Këshilli që të ftonte. Së dyti, sekretari duhet merrte një votim të Këshillit për të lejuar kryetarin e bashkisë të paraqitet. Së treti, ashtu si gjykata juaj e nderuar dha një shembull si bëhet kjo procedurë sipas ligjit, duhet i shkruhet drejtorisë burgjeve që të shoqërohen. Ti thuash dikujt që me letër dhe me laps për pak orë, pa ditur në pa dijet plot, çfarë do diskutohet, cili është krimi që kanë bërë, kush është kelja rëndë e kushtetutës, çfarë mungese po bëhet fjalë. Për të plotësuar dhe avokatin, kërkesa e parë është bërë 15 ditë mbas u arrestova. Sigurisht Këshilli Bashkiak ishte mësuar që 10 ditë s'merre pushim, se njeriu më marrë 2 javë pushim vere ose 1 muaj dhe nuk zvendcohet. Po ishte aq çudi për Këshillin që unë s'kisha marrë kur pushime, saqë për 15 ditë zelli politik ka përceu kushtetutën dhe ligjin dhe kjo besoj në çfarë u situatë. Faleminderit. Fundit, ngesë, thash në fillim që ishte e fundit. Në lidhje me delegimin